Zoti Bexheti 5 vite pas e shë realitetin politik që shë ke mendu? Larg prej saj. Larg prej saj. Larg prej saj, normalisht se, do më thonë, ku ka gjatë në Finland, jetoj ala, edhe kur ka marrë të në Kosovë para pibjen 4 vite diçka, arsyeja pse jam kthy ka qenë se më ka motivu iniciativa e Albinit në atë kohë për një ndryshim. Dhe unë kam qenë një thar i madh i ndryshimeve me rinin. Po nëse tash më pyet, sikur që nuk e di ku e kam lënë biletën kthyse, prap nuk e di ku ka hupën ai Albini para 4 viteve, 5 viteve. Domethënë shpresa ka qenë e madhe, pritshmëritë ka qenë ekstrem të mëdha. Mirë, por na ka dëshmuar një histori, domethënë që përsëritet këto 20 ditë të fundit ndoshta se cikli po vazhdon. Tash më me thonë sigurisht me bindje të plot se vetëm në gjatë që ka ditë Albini me bë është me shkepën parët e buxhetit. Edhe ato mënyrë manipulative. E konsideron edhe këtë sotit njëjtë? Patjetër. Kjo do të thonë na mujmë me emërtu si dojmë na. Po nëse e shiqojmë realitetin që është ja dhanë premtimet ku e përmendin edhe për studenta, po tash mënyra e manipulimit ka qenë asisoj se premtimi është dhanë, shembull për marrë, në fushatën elektorale të komunave, mi për realizimi ndoshta bëhet me ballotazh. Do të thonë, kjo mënyrë e manipulimit masës mas mjeti dhe me bo Albini. Edhe këto e kemi, unë për vete e kom panë shumë sfera tjetës, nuk e kuptoj një gjë, se qysh mundet një vend, nësë muna me thonë Kosova është vend i pasën, është vend i varfën. Qysh mundet një vend si Kosova i varfën me qenë shtet majtistë. Do me thonë për me u mirëmbajt, si me thonë e struktura sociale, si mirëqenja sociale, do të me pas buxhet. Shteti do të me pasën fonde. Finlanda është shtet i majtë social-demokrat. Mirë po dalimi me Kosovë dhe me Finlanda është brutal, mirë po atje. Gjuna është edhe me bo dalimin. Pri kujt vjen buxheti, vjen pri tatimeve. Po atje Bostoni nuk bëhet, dihet, aspesat nuk bëhen. Shtetet skandinave është... Po zhvillim ko. Zhvillimi është, pse... So zëvëndës ministre ko Finlanda, so ministre s'ko asë një zëvëndës... Jo, e mira si di unë e hish, se na fiqyrë një që ato. Nuk e kanë populli veç qatë. Shumë apat. Unë e di kush është kryeministër, president shteti... Tjetër kun kësinë, jo, atje për shambull, ka çdo ministri ka 2 zëvëndës ministra, dhe më thonë janë dikun rrët 60 zëvëndës ministra gati. Në Finland nuk ka asë një zëvëndës minister. Sigurisht. Kur është pyet ambasadorja e Finlandës, për studentëve të mi, kur ka thonë, pse, ka thonë, na jemi shtet i varfër, tha se i vogël, s'kemi pare me paguë. Finlanda. Në Finland punon common sense. Sa ministri, numri ministrive shumë i vogël, se bëjmë mentar, po shumë i vogël se në Kosovë. Kur ti tentoj me rritë edhe numrin e ministrive këtë herë, duke të kabinetin. Po, tash kem pare. Na kemi bu shtet maj madhë, si duket. Po, Bexheti, ka diçka tjetër me... Po, thash, kur përbo tash kuj krasi brutal, ashtu, ligjet, dhe më thonë, kur kryon, unë nuk jam profesion i juridikut, në atë profesion nuk jam një arkitekt i keqbile, mirë po, gjdo ligj e ka, dhe më thonë, zanafilën edhe bazën e ka të common sense. Me arkitektat e mirë, së shi kemi pasur përvojt mirë. S'ka ardhë ku ala. Nuk ka ardhë ku aty në ala. Mirë. Kështu që, mira shkur, dhe më thonë, kjo saga e kuvendit mas parti, dhe më thonë, 8 muj, na e morë kohën, kush në këta neve kohën më rapa? Këtë kohën që ta këmë kushtu në ty, kush ma këthen mu këtë kohë? E kjo nuk përmendohet fare, dhe më thonë, me në qëti periodës 8 mujorshe, sa 17 vjeqarë të banën 18 vjeqarë, sa njerës kanë vdekën, dhe më thonë, që nuk i kanë pritë, ka shku me qatë paradigmën, dhe më thonë, se qa pëndodhë. Po, këtu, si duket, ma e vlefshme është parimi i mashtrimit, se sa parimi i një korektësie, dhe më thonë, politike, nëse mund me thonë edhe kështu. Mund që shqipa zhvillimet, sot?
Unë me siguri sa i përket takimit me presidentin pajtohem me miqtu e në veçanti me Nizin, profesorin e Dërum, pra kishte qenë mirë që edhe ne ta kemi zgjedhjen e presidentit direkt nga populli me votë. Kurse sa i përket vendimeve sot të qeverisë në detyrë apo me siguri u tha këto që është gjithçka elektorale, gjithçka për votë, por mos harrojmë që çdo rritje në çdo sektor, në çdo sferë është e mirë dhe duhet të përshëndetet pavarësisht se kush e rrit. E përshëndet këtë rritje të Me siguri që po. Edhe pse ka shkel ligjin sipas atyre të njohur. Unë mendoj që ende është e vogël, pensioni 200 euro ende është i vogël, po vlen të përshëndetet dhe është për të përshëndetur dhe unë uroj që kjo mos jetë vetëm premtim para elektoral, po të hynë në fuqi sa po të vjen në qeveri, pavarësisht se cila vjen. Pra, është e mirë me një irritim kogja të madh që na i la strukturën më të mirë të kombit shqiptar, na i la veteran jashtë. Kjo, si duket, unë mendoj që nuk do t'i falet Albinit, sepse i neglizhoj një shtresë më të mirë dhe më krenare të historisë së re të Kosovës. Pra, nuk është dashur, unë mendoj që Albini, përveç se është veteran i rrejshëm, është edhe anti-UÇK direkt nga sa. Edhe me këtë vendim që, do më thënë nuk e futi në listën e përfituesve, kategorinë e përfituesve. U zhvesh gjithçka që kë vetëm me UÇK-n dhe për UÇK-n nuk është. OVL UÇK ka bërë edhe sot një reagim ku ka qenë kogja i vrajshë, në fakt e me të drejtë. Zoti Bilali, edhe njerë faleminderit shumë që na u bashkangjite, e përmenda arkitektin ma herët, problemi kryesor të këna është në fakt kolonat e gjata të cilat po na e vështirësojnë kogja shumë jetën, por gjithsesi ju ndodhen i këto. Që shqipa e zhvillimet e sotit dhe në fakt Albin Kurti kërkoj edhe pak kohë. Mendon që mund të arriti siguroj 61 numra për të formuar një qeveri Kurti 3? Për të mos përsëritur për ato që ky defekti teknik, po mendoj për buxhetin në analiza bëjnë gabime shumë të mëdha. Po nuk është gjepi ti i një kryetari i komunës e kryeministrit. I dihet shumë për faleminderës kur shpërndon buxhet. Këto është ky dallimi, është parat aty paguesve. Por në këtë afekt marrin edhe vota njerëz. Ne kemi një problem, mendoj që në shoqërinë tonë kemi krijuar kandidaturat showbizit, sportit, njerëzve që ju kanë fut politikës. Për të fitu vota? Po, këta kemë. Po mirë, po kualiteti çfarë vjen në legjislaturë. Në çdo legjislatura që vjen është më adopt. Dhe në këtë problematik mendoj që për mos me ikë te pyetja juaj se sot mendoj që ka qenë një takim që prolongon. Mund është dilematike për juristave tonë të sqarohet, ku ka sqarime me anim dhe jo balans nuk del mirë.